tregon konkretisht ky QR kod? Për sa i përket vlerës së analizave, kostos të këtyre analizave. Unë kam një more nga financa për vitin 2025, si thash më nxirr të lutem pak sa kemi shpenzuar, më kupton dhe kam këtu, shumë pak do të markohem me këtë. Analiza për kontrollin e lëndës së parë. Atëherë, teste antibiotiku kemi shpenzuar, sepse nuk hyn as një parti malli, sikur se e thash, në fabrik, as një porcion qumshti pa kaluar në testet antibiotiku, që ka vlerën rreth 2 euro. 18.000 copë. Herë 2, 36.000? Nuk është 2 euro, ka rënë pak sa çmimi, që jemi shumë reale. Pra shifra totale fundfare është 2.468.000 lekë të reja. 25.000 euro. 25.000 euro vetëm shpenzim për testet kontrolin testet antibiotikut. Vi pastaj tek analiza mikrobiologjike. Rreth 600 analiza mikrobiologjike, më kupton, me vlerë dhe këto rreth 2 milion lekë të vjetra. Shkojmë tek testet aflatoksinës. 1200 teste. Sepse çdo qumësh kontrollohet dhe nëse rezulton me prezencë të aflatoksinës minorm, patjetër që nga fabrika kthehet. Sigurisht i njofton organet kompetente për këtë therm që të merren masa. Dhe testet e higjienës po ashtu, domethënë vlerë rreth 4 milion lekë të vjetra dhe në shumë për sa i përket higjienës së fabrikës, teste, kontrolleve të lëndës së parë, shpenzimi vjetor është rreth 21 milion lekë të reja. Pra për kontrollin, për monitorimin e lëndës së parë dhe për higjienizimin e fabrikës. Tani, për të qenë më transparent me konsumatorin, sepse dihet që zhurma bën shumë, etiketime vendosen shumë për sa i përket prodhimit të vendës, që edhe kjo besoj që ka një arsye, ndoshta nuk e di, nuk di se si është puna, sepse në fundit gjitho goditi, gjitho zhurma që bën rëndojnë drejt për drejt tek fermeri, ndaj dhe ne përpiqemi të jemi sa më transparent me konsumatorin. Në këtë kuadër kemi vendosur QR kodin të paktën për qumshtin e freskët, sepse qumshti i freskët, qumshti pasterizuar është produkti bazë joni. Në QR kod ne kemi të qartë të gjitha fermat në mënyrë më transparente, që nga ferma e Korçës të themi, që fillojmë nga Korça, që nga Vlora, Shkodra, rajoni të Berat, Fier, Lushnjë dhe me radhë. Pra, me QR kodin që kemi vendosur në shishën e qumshit, konsumatori shumë lehtësisht e shikon me një klikim me celular, me emër tim, me kompani, pra me fermat, me sasitë e qumshit, me numrin e krerëve, me rrugën që bën qumshti, kohën që bën nga ferma deri në fabrik dhe pastaj nga fabrika për në tavolinën e konsumatorit. Pra kemi një transparencë të bërë me QR kodin që besojmë shumë që do të thënë shërbej shumë konsumatorit dhe për gjithë skeptikët do të thënë që janë gjithmonë edhe që një pjesë, sikur se e thash,